Knaci që ju patëm studio. Gjithashtu faleminderit nga ona juaj, kënaqësia ime. Ne tani do të kalojmë në një lidhje direkte e kemi Jehonën. Mirëmëngjesi Jehon, linja për ty. Mirëmëngjesi Agnesa, mirëmëngjesi për gjithë shikuesit e Koha Vizionit. Tani do të flasim për sigurinë në trafik, pra më saktësisht për kamerat të cilat pra dje që në një kohë pra më parë janë vendosur disa, mirë po tani janë vendosur edhe disa të tjera dhe krejt kjo pra do të bëhet për një siguri më të madhe në trafik dhe po ashtu për evidentimin më të lehtë të shkeljeve që bëhen në trafik. Për të folur më shumë këtu pranë meje kam edhe drejtorin për siguri dhe emergjenca, Lulzim Fushtica, i cili pra do ndaj më shumë detaje për ne. Faleminderit që pranuat e jeni me neve. Faleminderit për vizitën në kryeqytet. Si e thatë edhe me të drejtë, pra kryeqyteti në Bashkëpunimin e Policisë e Kosovës, që 2 vite ka filluar projektin e vendosjes së sistemit të kamerave të sigurisë në kryeqytet dhe këto nuk janë vetëm për trafik, me të drejtë, por edhe për çështje tjera të sigurisë publike në përgjithësi. Kjo është një projekt që ka filluar pra vitin 2024, ka qenë një projekt që ka vazhduar edhe në këtë vit, domethënë në këtë vitin e fundit është përfunduar faza e fundit. Në fazën e fundit janë vendosur 34 kamera në pjesë kryesisht në lagjen e Veternikut të rrugën B, por kjo është vetëm faza e fundit. Deri me tani janë vendosur 165 kamera në 54 lokacione. Po kjo është vetëm një pjesë, të them kushtimisht nominale, një pjesë e vogël, për arsye se i gjithë projekti i cili duhet vazhdoj edhe në vitin tjetër, parashihet që të jenë vendosura afro 600 kamera në 200 lokacione në kryeqytet, si pjesë e planit dhe projektit që është përgatitur nga Policia e Kosovës në bashkëpunim me Drejtorinë për Siguri dhe Emergjencat e kryeqytetit. Në cilat pjesë pra do të vendosen këto tjera të cilat janë të parapara, cilat pra lagje kanë mbetur pa u monitoruar nga kamera? Në këto 3 fazat e para kanë qenë prioritet që të vendosen në hyrje dalit e qytetit, kryeqytetit. Pra gjitha hyrje dalit janë të mbuluara me sistemin e kamerave, pra në të gjitha drejtimet, udhkryqet kryesore, sheshet dhe rrugët kryesore. Tani nga viti tjetër, pra sipas planit dinamik, do të vendosen në lagje të tjera. Pra do të jetë mbuluar i gjithë kryeqytetin me të gjitha hapësirat, po ashtu do të vendosen në përparqet e kryeqytetit. Një pjesë është vendosur në hyrje dalje të Gërmisë, po do të vendosen në përparqet, në afërsitë institucioneve me rëndësi të veçantë, shkollat vetëm se i kanë kamerat e brendshme, po do të vendosen në afërsitë shkollave, pra aty sipas planit dinamik dhe sipas vlerësimit të rrezikshmërisë, do të vendosen kamerat të cilat edhe një herë duhet të theksohet dhe të potencohet, që monitorohen vetëm dhe vetëm nga Policia e Kosovës bazuar në ligjin e policisë që parashit se vetëm policia është e mandatuar që të bëjë këtë punë dhe po ashtu në bazë të ligjit mbi ruajtjen e privatësisë. Pra, qytetarët duhet të jenë sigurt se këto kamera monitorohen dhe përdoren vetëm nga Policia e Kosovës dhe 24 shtatë. Po, domethënë një faza e fundit parashit edhe ndërtimin e dhomës së monitorimit. E kemi një dhomë e cila tani vetëm se funksionon. Ne jemi vetëm duke shikuar lokacioni, janë disa lokacione që janë dhe duhet bëhet sipas parametrave të sigurisë është e parapar, por shpresoj që shumë shpejt edhe kjo fazë do të përfundojë dhe në vitin tjetër është pjesë e buxhetit të drejtorisë që të vazhdohet me vendosjen e kamerave në pjesë tjera të kryeqytetit. Pra përveç sigurisë publike që edhe e cekët, pra shumë e rëndësishme pra edhe siguria në trafik apo shkelje që bëhen nga vozitësit, e po besoj që kjo ju intereson edhe më shumë pra për shkak se jemi çdo ditë pra në komunikacion. Patjetër, dëgjoni, ne kemi vendosur në fazën e fundit se e kemi edhe treguar dhe me thënë në prononcimin tonë të mëhershëm, janë vendosur kamerat për njohjen e tabelave të regjistrimit të automjeteve, pra gjitha, domethënë kjo do të rritë sigurinë në trafik. Mirë po është shumë e rëndësishme të theksohet një gjë, se prej vendosjes së kamera, po prej fillimit të vendosjes së kamerave deri tani vetëm në këtë fazë, sipas të dhënave nga Policia e Kosovës kemi rritje të zbulueshmërisë së rasteve deri në 25-30% të zbulueshmërisë së rasteve në trafik, po edhe të rasteve veprave kriminale. Kemi një ulje shumë të madhe të veprave kriminale në përgjithësinë e kryeqytetit, por edhe një të them një eliminim dhe zbulueshmëri, mos them 100% të rasteve goditdek ku vozitësit shkaktojnë aksident dhe ikin nga venda ngjarjes. Tani nuk do të ta kenë atë mundësi se janë në përcjellje 24 shtatë
dhe çdo gjë monitorohet, kontrollohet nga policia e Kosovës, nga njësitet përkatëse dhe prapë them është një ndihmë jashtëzakonisht shumë e madhe jo vetëm për policinë e Kosovës, policinë e kryeqytetit, por edhe për institucionet e kryeqytetit që të bëhet edhe menaxhimi më i mirë i trafikut dhe menaxhimi më i mirë i sigurisë publike në përgjithësi. Pra, përveç këtyre që i seket, pra janë edhe shkeljet e vogla, ndoshta hyrja në të portokalltën që pra ndodh shpesh herë, ndoshta edhe disa thonë që nuk e dinë që nuk lejohet pra të hyjnë në të portokalltën. Patjetër ne vetëm gjitha këto shkelje janë dhe do të vendetohen. Ne kemi bërë edhe një të them marrëveshje këtë vit edhe me Postën e Kosovës që dënimet qytetarëve të shkojnë në adresën e tyre, por është duke kryer ky sistemi që çdo gjë do të vendetohet, dhe çdo shkelje do të raportohet dhe qytetarët do të dënohen në çdo shkelje të ligjit që kanë bërë në trafik, po edhe në hapësira tjera publike dhe dënimet në të ardhmen do të shkojnë qytetarëve në shtëpi. Atë faleminderit shumë për gjitha këto informacione që datë për neve dhe për gjithë shikuesit të bërë. Faleminderit shumë. Atëherë to ishin detajet që na sjellli pra drejtori për siguri dhe emergjenca Lulzim Fushisa, kështu që është mirë të kemi çdo herë kujdes, mirë po tani sigurisht që sidomos vozësit të kenë kujdes pra për shkeljet edhe më të vogla që i bën. Agnesa me këto informacione po e kthej linjën në studio. Faleminderit shumë.